Hey guys, sa erdha tek shkolla, atje, edhe kam marrë dhe bukë me vete edhe ujë, sepse sot ndarë dhe ki shtëpi, domethënë, nuk vjen Amarildo me Arlin. Hi guys, ja edhe më në fund e ktheva kamerën nga vetja, mirëmëngjesi, tani sa erdha këtu te kursi, tani m'la vllai dhe do ikin se është në punë, Arli dhe Amarili si dhe burri janë në shtëpi. Edhe kështu do t'i marrë sot në vete. Në qoftë se bini rastësisht në këtë video, dua t'ju them mirë se erdhat në kanalin tim. Unë jam Alketa. Në kanalin tim do shikoni vetë se realitetin, vetë se një jetë të një mami me 2 fëmijë dhe të një nëne dhe një vajze të një gruaje që është plot ëndra dhe me plot dëshirë për të jetuar këtë jetë edhe të bukur dhe të vështirë dhe të gjitha bashkë, se kam dhe diellin përpara, edhe po, kështu. Sot s'jam lyer fare o njerëz, fare kam bërë vetëm skincare-in, edhe nuk jam lyer fare sepse kemi masazh fytyre që do t'ju marr me vete, dhe mundohem t'ju marr shumë me vete. Kështu. Con un vasettino così possiamo. Allora, ci sono anche di plastica, io l'ho visto. Sì. Hi guys, jemi në pushim, do t'jetë ora diku tek, tani do t'ja u them se sa është ora. Është ora 1:20, unë kam ngrënë bukë, bëra një sallatë jeshile me tomate, me avokado dhe një bezë, edhe ngra drekën. Tani jam këtu, që jemi në pushim, fillojmë në orën 2:30 deri në 5:30. Jam në kurs, si që shikoni edhe nga ambienti, tashmë për kush më ndjek rregullisht e di e njeh ambienti, sepse një herë në muaj ju marr gjithmonë me vete në kurs, në shkollën time të Akademisë Holistika. Edhe po, jam këtu. Dhe thash të hap që kamerën të flas me ju, sepse jam gjithë kohës duke ju përgjigjur gjithave atyre gocave që më kërkojnë informacion për sa i përket setit të Amarli, kremrave. Edhe jam shumë lumtur, edhe dua që ta specifikoj këtu që dërgoj kremra në të gjithë botën. Normalisht që çmimi i postës pasaj është për t'u folur, për t'u informuar, sepse ecën sipas peshës dhe sipas vendit se ku dërgohen. Por mendoj se diku tek 10 euro do t'jetë në të gjithë botën, se deri tani kam dërguar këtu në Itali, edhe kaq. Brenda Italisë kam dërguar, që kështu nuk e di në vendet e tjera, kam pyetur edhe për në Greqi, më duket, por diku tek 10 euro. Që kështu mund të ordinoni kudo që të jeni, sepse produktet e mia do vinë drejt edhe tek dora juaj. Unë jam shumë e lumtur që arrita këtë ditë sot, që të mundem të kujdesem për lëkurën tuaj, që ju keni besim lëkurën tuaj në mua. Jam shumë e lumtur për këtë gjë, se unë jam shumë transparente, si fillimi përdor në lëkurën time dhe më pas i ndaj me ju. Kaq, tani do iki të studioj, të lexoj një 2 gjëra derisa të vinë mësuesja. Edhe kështu. Outfiti im për sot është normalisht një bluzë e bardhë edhe jeanset dhe atletat Adidas. Kështu. Hey guys, ja ku jam, këtu kam dal, jam jashtë kursit, kursi është atje, unë jam ullur këtu, edhe po pres Amarildon që po vjen, sepse ka qenë tek sporti, ka parë Kamilën që ka lozur top, dhe më tha që për 5 minuta është aty, ja, erdhen. Erdhi mi Marito. Hi guys, mirëmëngjes. Jam zgjuar, jam përgati, është zgjuar dhe ky kokleshi, edhe tani do bëj një kafe dhe do pres vllajin që vini të më marrin për të shkuar në kurs. Arli dhe Amarita janë akoma në gjumë, për jashtë bie shi, edhe kështu. Outfiti për sot janë këto jeanset e zeza, kjo bluzë e bardhë dhe kjo këmisha. Ja edhe koha për jashtë që ka rënë shi,
Nuk ka rënë shumë, por që mjaftoshëm për të prishur ditën. Dhe ne do jemi kurs brenda gjatë gjithë ditës, që kështu nuk është se më prish në një gjë. Thjesht për fëmijët që do rrinë vetëm mbyllur në shtëpi. Këtë ditë kam vënë shumë edhe syzet, sepse kam pasur shëndimi koke dhe jam djerë mirë tje dhe sot mendoj që do t'i mbaj tërë ditën syzet. Mendoj se do më shkojnë. Edhe pos më shkuan, s'ka problem. Duhet t'i mbaj. Shkojmë bëjmë një kafe dhe presim vllajin. Hey guys, po pres vllajin tim që të vinë. S'ka ardhur akoma, tani do të marrë çik në telefon, se po vonohet. Siete pronte? Quando suono allora la prossima Parlano. Ecco. la prossima volta che ti senti in collera corri intorno alla tua casa 7 volte, poi siediti sotto un albero e osserva dove se n'è andata la rabbia. Non l'hai repressa, non l'hai controllata, non l'hai buttata addosso a nessun altro. La collera è semplice vomito mentale, non è affatto necessario buttarla addosso a qualcun altro. Vai a farti una corsa, oppure prendi un cuscino e picchialo fino a quando le mani e i denti non si rilassano. Nella trasformazione non controlli mai, diventi semplicemente più consapevole. La rabbia è un accadimento, è un fenomeno bellissimo, del tutto simile all'elettricità nelle nuvole. Bello. Bello. Hi followers. Hi guys, është vonë, është darkë, si të shikoni. Kam ardhur nga kursi, kam bërë për të ngrënë, hëngrëm dhe tani kam bërë një dush, sapo kam dalë. Dhe thash që të vija pak rutinën time skincare-in e darkës dhe gjithashtu mëngjesit. Këtu kam produktet e Amarli. Dhe thash pse jo t'i vëmë së bashku. Dhe po. Si fillim, fytyrën e kam të pastër. Si fillim do vëmë kremin. Ma kam prekur shumë veta fytyrën, që kështu për të hidratuar dhe gjithashtu disinfektuar, shkojmë atë i vëmë kremin tonë. S'ka gjë më të bukur kur fytyra e thith të gjithë kremin në një mënyrë të tillë. Okej? Vazhdojmë me eliksirin, që është eliksir. Bëm 4 pika në këtë mënyrë. Ka një erë fantastike njerëz. Fantastike. Arli? Arli? Arli?
Njerëz. E vëm deri poshtë në gusha. Në mënyrë. Hi guys, the first hi guys. Çfarë do të thonë? I kërkoja babit. Ekse babit do të çuni këta. Babi. Dhe ja si duke fytyra ime. Tani do thaj edhe flokët edhe unë këtu ju uroj natën e mirë edhe shihemi nesër. Hi guys! Ja ku jam këtu nga e diela që kam filmuar kur isha në kurs dhe sot është e marë. Do thoni ju pse s'filmove të hënë, sepse isha shumë e lodhur, kisha shumë punë, është e hënë edhe për mua. Dhe tani jam këtu që dua të rregulloj dhomën. Dua të rregulloj çik rrobat, i kam hedhur gjithë ato në kravatë, po rregulloj pak dollapin, pasi dua të seleksionoj ca gjëra dhe të heq ato dimri trasha dhe të filloj të vë çik disa gjëra të verës, kështu sepse koha le të themi që është goxha ngrohtë. Edhe kur të mbaroj do t'ju tregoj. Shikojmë pastaj. Hi njerëz, përshëndetje, si jeni? Ja ku jemi këtu diku nga ora 1 ca. Amarildo dhe Arli kanë ikur në bar, blejnë diçka për Arlin. Amarilisin e kam shkollë deri në orën 4. Do shkojnë ta marrin vllaim pastaj. Desha pak të flisja për sa i përket seteve që kam shitur. Dhe të gjitha ato sete që kam shitur, klientët janë vërtet tepër të kënaqura dhe nuk ka gjë më të bukur për mua kur marr feedbackun e produkteve që bëj me kaq shumë dashuri. Jam tepër lumtur. Tani po dëgjoj që komshia ime po flet me mamin tim. Po, ja. Komshia ime po flet me mamin tim se i njoh nga zëri. Edhe po. Jam tepër e lumtur për të gjitha ato goca që kanë bler produkt tek mua. Faleminderit për besimin që më besoni lëkurën tuaj, fytyrën tuaj dhe unë vërtet i bëj me tepër dashuri dhe vërtet me shumë cilësi produktet e Amarli. Sot mas dite kam për gati akoma edhe 2 porosi. Do flas edhe me klientët për të marrë akoma disa informacione dhe do t'i përgatisim dhe nesër pse jo t'i dërgojmë drejt tyre. Po rritem javash avash edhe jam shumë e lumtur. Nuk ka gjë më të bukur për mua që ato sete që kam dërguar, të gjitha setet që kam dërguar, të gjitha kam marrë një feedback super të mirë dhe nuk ka çmim për mua kjo gjë. O tot. Li volim fare imparare dei numeri. Si ma lui adesso deve stare çik te balkoni me mamin, të dy sa të mami Robert. Kaloni këte, jo, nuk kaloni këte, rrini këte. Hajde të qik, këtu, mos kalo që ndeti, se e i vogël, kalo këtu. Bravo. Brave. Çik.
Normal. Arli. 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 Il colore grigio è la sbarriera. Ma cosa vuoi? I colori o come si chiamano? Dallo. Ah, i colori. Me jepi mami dy kapse. Bërthej këtu, vëri këtu dy kapse, shkona. Mami, E shpirt. Giulia, E një këtu një. kapse. Po zemër, vëri dada kapse këtu se i merr hera. Così mamma. Gemeline. Diavolo. Ja, këtu do të ketë. Gemeline. Të rejtë atyre? Ja edhe lulet e qershisë. Ja edhe rrushin a ka bërë cepa. Vjeti vuri ildi që shita. Vjet dhe rrushin dhe qershit. Po dhe shiko, ka si. Kemi dhe mare. Ajde mere këtë çunin tim se dua fare. Ajde se nuk më ngjon, ajde merrni. He. Ta tregojnë apa tu apo tute? Kur unë them jo është jo, e? Ti ku e ke biçin? Ngrija të tutat. E një me zogën me. Atëherë se një. Si një po atëherë. Dhe si emër, se më thëmë në një të emër ne. Ka emër të mirë. La pizzeria migliore a Savignano! Ma che pizza sta pizza! Sumurime për ty. Brava! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Brava! Hey guys! Sot ka ditëlindjen kushurira ime Emily. Dhe bëri edhe kushurira Amit. Bëri 10 vjeç. Dhe Emily sot do flenë të shtëpia jon, do bëjmë pijama party. Me Marilisin dhe po i përgatisim krevatin po do flenë. Ne do rimzuar derisa do na çdojnë qefin neve. Po, sepse gocat kanë marrë pushimet e Pashkëve. Edhe Emily e kishte shprehur shumë këtë dëshirën që do vinte dhe ja, gjetëm ditën më të bukur dhe më të rëndësishme të Emilit. Fiks ditën që bëri 10 vjeç, unë e mora të shtëpia ime. Sa e lumtur që jam. Edhe Do bëjmë do kalojmë shumë bukur. Emilin e duam shumë. Emily e di. Edhe po, tani do jetë edhe pjesë e YouTube-it tim. Emiluna. Edhe nesër do gjërojmë në lojë, kështu çfarë do bëjmë. Mami, ti ke luna këtu e ke me luna. Si? No, Emily. Që kështu po bëj që gocave gati këtë, ti Emilina do thosh ndonjë gjë? Çfarë do thosh? Je lumtur? Jam shumë e lumtur se sot ishte ditëlindja ime. Dritë. Edhe ka ardhur edhe të shtëpia ime. Dritë, po. Sono felice anche perché sono arrivata a casa di Ami. Kjo është dritë, se kjo brillon, se kjo është luna. Është bullon. Brillon. Okej. Tani do i bëj që gati krevatin gocave dhe pastaj do ja tregoj kur të shtrihen sistemi. Divani, jo krevat. Mirë, po tani s'është më divan se hapa, u bë krevat. Bu krevat. Kur të mbaroj do ja tregoj. Do t'i tregoj gocat edhe kur të veshin pijame, që do bëjmë pijama party. Unë do vina një herë kështu t'i spionoj ç'a bëj.
No, non è un cavolo. Ja, edhe gocat që po bëjnë pijama party. Edhe Emili mori 2 dhurata. Tregoj çik Emili? Ni? Edhe nga i guajtë këtu moj. Edhe 2. Verde, il mio turno. Perché Emily c'ha il bracciale azzurro. E Emily gli serve il verde come cuore. Sei felice? Sì. Ti piacciono? Sì. Bene. Approvato. Approvato. Ok, shikoni tani këtë bukuroshin këtu. Vai, Ami, ti li fai male, piano. Non lo so. È quello che stavo aspettando. Così è. Non lo so. Ma che no. Sì, Nicoletta pure. Senti l'altra. Questa roba, dai, mettetela. Ami, Guarda, adesso più facile ha detto, non vi faccia. sei tu, dai. No, vabbè. Guarda pure, guarda. Così che cowboy. Aspetta, mi ricordo solo queste basta. E poi si fa così. Tanga. Oh. Buongiorno. Stanno facendo pohan brioche. Biroshat pohan brioche. Më kanë marrë edhe lule, sa të bukura më. Atë e ka, unë kam bërë një gjë shumë e bukur mami. Ka bëjë një gjë shumë e bukur. Okej, mami tani do bëjnë kafen. Veçi kafe. Ej, mami është këtu. Vai a prendere. Ik merre. Unë adhuroj këtë periudhën tani o njerëz që ka qelur çdo gjë, është çdo gjë gjirbërim këtu te zona jon, o zot sa bukur. Vieni! Vieni! Se merrete, s'është e jona ajo, pse do ta marrësh atë? Hajde ikim ne, e kemi këte. Hajde me mamin, haj. Më butë. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Bacio te guancia? Te guscia? Che già il mami? Che già? Com'è la mamma? Bellissimo. È
bellissima la mamma? Sì. Ti che già mamma te? Sì. 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 Mi dai un bacio? Un bacio.